Tati kemi gjithmonë nga kolegët e mia në terren. Violina, thuhet se është zëri i shpirtit. Ajo flet aty ku fjalët të mbarojnë, dridhet aty ku zemra pulson dhe shndrohet në urë mes njeriut dhe ndjenjave. Për gati 2 dekada, këtë zë e ka bërë të vetin Dalvin Manusha, muzikanti që me plot profesionalizëm dhe emocion kthejnë këngët më të njohura në melodi të cilat të rëmbejnë që nga notat e para. Dalvin, fillim kur të pyeta sa vite u bën që luan në violin, ti më the? Thash që të bjen të pikë më të kallëzu që sa vjetë t'i bi. Kështu që janë bo realisht 20 vjetë që unë veç performoj me violin, gogja ku o gjatë, edhe gogja shpejt kanë shku, me të në drejten. Si 8 vjeqar, si të erdhi kjo lidhja jyte me violinën? Trashëgimi familjare, spori, pastaj dëshira jeme e instrumentit për zgjedhjes, dhe më thonë që e kam bo violinën, thjesht më ka pëlqy tepër si instrument edhe kom dashur mi pa veten si një fionist të jashtëm. Në një botë paralele, po themi kështot, nëse ti nuk të t'ishe muzikant, çfarë do ishe? Gjithmonë ka pëlqy psikologjia si landë. Edhe mbaj mend në shkollë të mesme kur isha më pa të bo tepër për veti. Edhe kom thonë qatëherë që nëse nuk do isha muzikant ndonjëherë, do kisha zgjedhur ndoshta psikologjinë. Okej, interesante kjo. Po ti ke edhe një stil mjaft unik, ke ndonjë lidhje me modën apo si ta komentojnë realisht njerëzit stilin tënd? Unë jam mashkull i cili nuk pëjtoj me bo shopping, që është shumë interesant, edhe më pëlqen moda gogja shumë. Edhe besoj që ndoshta në tarmën, edhe pse jam muzikant, pse jo ta kem një brand temin me tesha ma të veçanta. Nuk i ti jetë të skor. Një fenomen mjaft interesant është se tek dasmat shqiptare tani violina po kërkohet gjithmonë më shumë e më shumë. Si është eksperienca jote? Ke shkuar në përdasma, si kalon në to dhe çfarë të kërkohet më shumë? Realisht violina gjithmonë ka qenë pjesë e dasmave, po flas për vitet e mëhershme, por tani kohën e fundit është bo ta quajmë më trendi që hyjet e qifteve apo ndonjë performancë më artistike apo ndonjë koktel ose për herë të urtës të jetë violina si pjesë e saj. Tani kohës mundi do shtu shumë kërkesa edhe marr vazhdimisht kërkesa të shumta nga qiftet të ndryshme, nga vendet të ndryshme shqiptare. Edhe bon mundi mirë realisht me tregu drejten, sepse ti realisht je pjesë e një momenti shumë të veçantë, siç është hyrja e qiftit, që është pjesa, mendoj që është pjesa kryesore e dasmës. Apo prej artortes kur ata i ndrojnë unazat, edhe bon mundi tepër i veçantë. Të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë moment i çuditshëm gjatë këtyre dasmave ose ndonjë gabim, kush e di? Ka momente cikletshme që ndodhen realisht. Ne kemi pajisje të quajmë wireless në ato që lidhemi për mos me pas sa më shumë qasje tek njerëzit, edhe me qenë i lirë me qarkullu në sallë. Edhe ka pasur se kur nuk ka funksionuar wireless, ka qenë pjesë teknike realisht ato, po që ty të bën mundi tepër keq, edhe normal që të met si breng pse nuk funksionoj mirë. Kjo ndodhen këto raste ndoshta edhe me këngëtarë, veç me violinista ose me instrumentista të tjerë, por kur janë 3 minuta në pyetje edhe në ato momente nuk funksionon, me të vërtetë bën mundi gojja në siklet. Duhet të jetë diçka të mërshme për ju. Pasi the që psikologjia të ka pëlqyer shumë, e dim se violina është një instrument mjaft i ndjeshëm edhe është më së afërt i zemrës, kështu të thonë. A mund të përqosh melodi? Do me thonë, a mund të përqosh ndjenja të ndryshme përmes tingujve të violinës? Violina gjithmonë kanë thënë që din edhe të qaj edhe të qesh. Prandaj violina e ka këtë benefit që mund të qëndroj të dy ndjenjave të emocioneve, si gëzimit dhe si hidhrimit. Prandaj po. Si e luan një emocion të lumtur, si është një tingull i tillë?
Atëherë po shprehim ndoshta më mirë me violinë. Po interpretoj ndoshta një moment të shkurt, një fragment të Bareshës, mos që e dini të gjithë edhe na jep një lumturi. Po, diçka të trishtueshme. Luaj ndonjë të shoh apo muj me gjetë se cila është. Hajde të provojmë këtu. Okej. Kaq. Godfather. Po, ndonjë këngë që keq interpretohet tek një cila do thoje se është? Ndoshta do kisha spikatër këngën Mora Fjalë, për shkak që është një këngë e cila i kushtohet heroit tonë legjendar Adem Jashajt. Mendoj që janë të i dhonë interpretim të gabuar për shkak që më shumë orientohet nga po tingëllon sikur këngë me qenë turke ose arabe. Faktikisht duhet me tingëllu sikur këngë shqipe, edhe ndoshta do ishte një këshill për të gjithë muzikantët, po njëkohësisht edhe për këngëtarë që të kenë kujdes sidomos në këngë që i kushtohen legjendave tona shqiptare. Ti së fundmi ke lancuar edhe një projekt tënd, na fol pak më shumë për të. Po, është Valli i Azanave, është një valle e cila i përket origjinës Shqipërisë, atë të Veriut, specifikisht nga Borreli. Zonat është një fjalë e cila është goxha mistike, zonat janë qenie mistike, njëkohësisht shumë të bukura, edhe sa kom dëgju këtë valle, sinqerisht më ka bu për veti shumë. Edhe kjo ka lindë si një kërkesë e një dhëndri gjatë muajit të verës, kur ai tha kisha pas dëshirë shumë me qenë hyrja e dasmës time me këtë valle. Dhe pa të pëlqy goxha shumë ideja, qatë shumë pëlqej sa që nisa ta mendoj ta kem një projekt, si ta kem si të projektimin. Andaj mendoj që është një pjesë e traditës tonë trashëgimisë kulturore shqiptare.